أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح علينا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Falënderimet tona Allahu Gjelle Gjelaluhu, përshëndesim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nga kjo kursi. Me gjithë xhamatin ton i dërgojmë salavatet dhe selamet e tona pejgamberëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu prej Ademi deri te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na i nderuar xhamat, vazhdojmë me ajetin 51 sot në suratul Nahl inshallah taala, duke e lutur atë që i Ramazanin të ban kabul. E lutim Allahu namazit na bëjë kabul inshallah taala, edhe atë që ka me të pabo Allahut na i bën mirë e marr neve në veçanti dhe gjithë ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid. Sadaqa Allahu al-azim. Të ndershëm, na prap në realitet në vazhdim me besimin Islam në një Zot nëpërmjet Kur'anit Kerimit, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu thot në këtë ajet kështu: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. Allahu thot mos njifni ma shumë se një Zot, mos i njifni di Zotna. Pse s'ka thonë ai drejt për drejti nuk janë di Zotna? Po përmendim Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe nderin e të përmendurit të emnit ti. Ka thonë ai vet është tërheqje e vërrejtje së drejt për drejti njeriu të devijuar. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn. Vet Allahu Gjelle Gjelaluhu spjegon edhe thot, edhe thirr, edhe tërheq vërrejtje njerëzve që mos njohin më shumë se një Zot. Pse në këtë mënyrë në këtë ajetin 51 suratul Nahl, Allahu Gjelle Gjelaluhu neve në ban të ditur se këtu nëse ju ndodh jeni në rrezikun më të madh. E komenton këtë ajet me ajetin tjetër në Kur'anin Kerim. Më i forti koment i Kur'anit cili është? Më i forti koment i Kur'anit Kerimit është kur ajeti me ajet komentohet. Kur Kur'ani spjegohet me Kur'an, ka thonë: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu i fal gjitha gjunahet. Gabimet pa marë parasysh si e kanë emnin edhe prej ka e kanë burimin, i fal Allahu Gjelle Gjelaluhu. Se ka thonë Kur'ani Kerim: Inna Allaha yaghfiru dhunube jami'a. Unë i fali gjitha gjunahet. Ka thonë vetëm një jet i pa falun për shkak se e pret dënimi i caktuar i pa mëshirshëm. Cëllin se fal Allahu Gjelle Gjelaluhu? Illa an yushraka bih. Nëse njifni ma shumë se një Zot, këta ka thonë nuk e fali. Vetëm shirkin, vetëm atë që Allahu t'i njef or i ban ortak, atë tha Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e fali. Në këto çështje të devijimit të besimit bajnë pjesë ajetet e sodit. Kur jam këtu duhet ta sqaroj një gjë inshallah taala, se disa njerëz i ka habit fakti i njerëzve të mirë që janë musliman. Shumë njerëz vujnë nga ki kompleks, se nuk ju besohet fare se njerin e mirë i cili sash musliman në këtë botë vetëm të mira ka, s'ka të këshia fare, Allahu e çon xhehenem. Nuk është duke ju kalu disa njerëzve në krije. Për shembull, ata thojnë kështu: si mundet që Nikola Tesla të shkon në xhehenem? A kejt njerëzit po rrinë në dritën e tij mazdarke? Kështu po thojnë. Pse me shkukin në xhehenem? Pse të shkojnë në xhehenem ai që ndërtoi Concordin, ndërtoi Boeingin, ndërtoi Jumbo? Pse të shkojnë ai në xhehenem? Ai që ndërtoi trenin, ai që boni lokomotivën, ai që boni kompjuterin, ki që boni telefonin? Si mundet me shku për shembull në xhehenem Nën Tereza? Ajo bë mirë se e kush ban mirë shkon në xhennet. Kështu e di njerëzit se në xhennet shkon ai që ban mirë. Kja është xhamati ndershëm realitet, po mësoje një herë për gjithmonë se në xhennet shkojnë ata që bojnë mirë nëse e njohin vetëm një Zot. E nuk i bojnë njerëzit vetës qef, po e lajmë na me një fjalë katun që po e lajmë kryen me akull një tjetrit.
Nën Tereza hin xhehenem. Ajo hin xhehenem për shkak se njeh më shumë se një Zot. Jo për inatit tem, jo për hatër tem, jo për inatit ati, jo për hatër këti, jo për sulm njani qetrit, jo për nënçmim njani qetrit. Të gjithë njerëzit në këtë botë prej Ademit e deri në fund, që i kanë ardhur edhe njohin më shumë se një Zot, ata gjithë në xhehenem hin. Edhe ata pa i nda, pa i klasifiku, pa i tregu të mirat e ative. Tha Allahu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Tha kush më njeh më shumë se një Zot nuk e fali. O yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Tha e më pak se ki gjuna, më pak se ki tmerr i besimit, tha ja fali kujt du. Po kështu njerëzit na kuptojnë neve. Shumë njerëz na kuptojnë, jo kejt. Shumë njerëz na kuptojnë. Hoxha e përmeni Nën Terezën, a di pse e përmeni? Ke ka i nati. Kështu njerëzit na kuptojnë. Ato thjesht kështu kuptojnë. Ajo s'ash kështu. Ajo është një shembull. Po mos o çodit. Mos shko larg shumë. Axha i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam hin xhehenem. Axha i Muhammed Mustafa hin xhehenem. Leje që hin, po s'del kur hiç. Ebu Gjehlin xhehenem për gjithmonë, Ebu Lehebin xhehenem për gjithmonë. Për gjithmonë xhehenem axhallarët. Baba i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjishi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit kështu kanë, kësi probleme kanë. Ato thojnë, hoxhën e vesin, qetrin hoxhë e vesin, hoxhën tanë e vesin, hoxhën jabanxhi e vesin. Thojnë ato, qish bre? Baba i pejgamberin xhehenem. Po kurjo, baba i pejgamberin xhehenem. Thjesht. Po qish ai baba i ati që spososët dunjoja të spjegu për ta dhe për mirësit e ti, baba i ati në xhehenem. Muhammed a.s. me umetin e vetë në xhennet, baba i pejgamberin xhehenem. Gjishi ati në xhehenem, Axha i ati Ebu Talibin xhehenem. Xhehenem. E pse si? E di si? Ardhi njeri tha ja Rasulallah, ma halu ebi. Tha baba jam ka vdek pa u bo musliman. Tha si dhe tjetë puna ati nesër. Se a ish musliman. Ki kish kalu në islam ta shë intereson të për babën. Tha baba jam. Rasulullah nuk i tha baba jet ati. Tha abi wa abaka finnar. Tha baba jam edhe i jotin xhehenem. Baba jam edhe i jotin xhehenem. Ta shoq pra. Mase ke hi këtu, inshallah me izin e Zotit hiç pa të thonë, kime na sqarue pse baba i ati në xhehenem, pse gjishi Muhammedin në xhehenem, pse Ebu Talibin në xhehenem, edhe pse ai njeri pyti për babën e vet, edhe pse ai pyti baba jam kua. I nderuar i xhamat edhe ju trit, ndëgjoni mirë se këto është punë fe. Këto është çështje besimi, nuk ka çështje e të marrumit qefit njëri tjetrit. Ai që erdhi me pyet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, çka i ka hallet, babësit janë hallet e babës tem. Tha, baba jot, tha baba jem, pite baba i vet ja ka nis. Tha baba jem, edhe baba jot në xhehenem. Ebu Talibin në xhehenem. Gjishi Abdul Muttalibin në xhehenem. Abdullah në xhehenem. Emin janë në xhehenem. Xhehenem, nona e pejgamberit. Qertë hoxhallar thojnë, xhamati ishte ato qertë hoxhallar kur tani në këtë nasihat thojnë ndrishë, pa më thojnë ndrishë ato. Ato që pyetshin nuk patën për qëllim me mësu ku do të shkojë baba i ative. Ato kishin një qëllim krejt tjetër nëse je gati tash me ndëgju. Nëse je gati me ndëgju. Pritshin mos po thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se baba jam në xhennet se ai më ka lind mua. Ato vetëm këtë fjale pritshin, ma shumë ative s'ju dash ke fare. E pastaj shkoj ke qetri thoi ke po edhe baba jem në xhennet, se baba jati edhe ai s'ka qenë mas Muhammedit edhe mas Kurani Kerimit, edhe ai ka vdek para. E pastaj tonë kjo botare jonja edhe tere ditën e gjikimit thoshin po Muhammedi kullaj babën e vet ai në xhenem, ai babën e vet në dinën e Ebu Xhelit ishte edhe baba jati, ai babën e vet peshti në xhenem, kullaj ai po edhe Ebu Talibi në xhenem, edhe ai në xhennet, edhe gjishi në xhennet, baba i Muhammedin në xhennet, gjishi ati në xhennet, tonë edhe Harithin në xhennet, edhe Velidin në xhennet, edhe Ubej ibn Khalef në xhennet, edhe Ubej ibn Khalef në xhennet.
Këto në dilke puna që, ku njerëzit do të thëshin, po edhe unë në 4 shok takona me babën e plak Muhammedit, edhe hajnë gjennet. E pastaj edhe a i shka ka varros qikën e gjallë në gjennet, edhe a i shka i ka myt 2 qikat gjalla në gjennet, edhe a i shka i ka myt 1000 vetë në gjennet. E kejtë tonë në gjennet mo, shka humur vesh, e qka ka tonë, qfar do me thanje ka ki islami edhe ki Kurani i ardhun pastaj. Qfar do me thanje ka prej ati që njef një zot, edhe prej ati që njef ma shumë se një zot. Kështu janë punët pra. Kështu janë punët. Ajo pytja që ju pa të bo ati nuk ishtë për që të sen. Ajo ishtë për ketë. Si ta bim që të thot a i baba jem në gjennet, e pas ta i botën e kejtë në gjennet. Mo kur kush gjennet? Jo, Allahu dhuni pe. A i tha, inna Allah la jagfiru a i një shrake bih. Të gjithë mushrikët prej kohës Ademit që ka kanë dalë, e kanë lindë, e kanë jetu dhe kanë vdek. Deri kur të lindë djeli ka përëndon, kush njef ma shumë se një zot në Gjehennem. E pa ato të mirat që i kanë bo, ato të mirat që i kanë bo, s'ka se vap ai që ban ma shumë, që njef ma shumë se një zot. S'ka se vape ai që ban mirë edhe njef ma shumë se një zot. E shka janë të mirat e ati? Të mirat e ati janë gjëra që i paguhen në këtë bot. Me vdekjen morin fund. Këtiva Allahu Gjelle Gjelali ju thot, shkoni lipni të mirat e juve për ata që i keni bo. Për ate tha, wa qala Allahu la të të khidhu ilahin i thnein. Mos habiteni, që të njifni ma shumë se një zot, se ketë nuk e fali. Innama hua ilahun wahid. Tha, aj është me të vërtet, Allahu Gjelle Gjelaluhu është një. Fa ijaja farhabun. Tha, të ma keni frigën vetëm mua, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Fa ijaja farhabun. Mos të habitët dhe njeni etiket frigë që tërkuj, se ata që i kanë frigë që tërkuj veç Allahut, edhe këto me një mënirë njofin ma shumë se një zot. Edhe musliman, edhe me ju tut që tërkuj veç Allahut nuk është në regull. Edhe islami, edhe tuta nuk bashkohen me një njeri. Edhe musliman, edhe tuts. Tuts pikuj mos, apo? Tutët prej njeriu, tutët prej hajvanit, tutët prej kafshës, tutët prej ukit, tutët prej... Këto që i përmena tash, këto mos i shkel më njëherë. Pse prej kafshës dush me u tut. Mirë po, na nuk kemi duke spjegu frikën prej ukit. Prej ukit dush me u tut, se ajtë hanë. Po nuk dush me u tut prej njeriut. Nuk dush me u tut prej poshtetit. Nuk dush me u tut prej ushtarve të ati qetrit fare. Se kjo s'ash për me u tut, për atës dush me u tut. Se ti frigosh Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe pastaj mos kej drejta me ju tut që tërkuj nëse je musliman. Tha, fa i jaja farhabun. Tha, mu e ma keni frigën, as kuj që tërkuj. Wala huma fis samawati wal ard. Tha, qka ka në tokë, edhe qka ka në qiell, ash pushtet i Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wala huma fis samawat. Në gjithë qiell 7 qka ka, edhe në tokë, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, mbretnon mbi ta pushteti im. E ti je në pushtetën e pushtet mbajtësit më të madh. Kuj që tërkuj ja ke frigën? Ta është i do Amerikan, a i popullin Amerika, gjithë se s'ka popull Amerikan, nuk ekziston fare, komb Amerikan s'ka. Nuk ekzistojnë fare, është artificiali ndërtum. Nuk ekziston. Sukur shka ekziston kombi shqiptar, që një 250.000 veta, ku me ditë ku pikurash, i bom halk. Sukur shka ekziston kombi arab, një 5 milion vetë, ku me ditë pikur, komb Amerikan s'ka. Nuk ekziston. Aja Amerikani, si e ka pa vetën pak si nam kështu, edhe në Gjipt, kur po shkon a gje, edhe në Gjipt për njën vetën pak si zotni se Amerikan. E pse për njën a i vetën zotni kështu? Amerikan, po shtetin mas shpine e ka të fort. Edhe një banjia i sponin fort e fort. E ta shti pra, atë ka hije tije, me qenë i mposhtën, me qenë në nëshmum, Allahut ka thonë në Kurani Kerim, o musliman, ti je në hijen e pushtet mbajtësit më të madh, për shkak se pushteti jam dominon qiell edhe në tokë. Pra ti edhe më i madh duhesh me mbajt vetë.
E pse ti sën pe e marrë në vetën kështu prapë? Pse ka përshkon? Ja, për shembull, ti në vagon, kur shkojsh në Zvicër edhe në aeroplan, sa të hipësh në Kumanov stacionin e trenit, deri në Stuttgart, je një fe pule në gjumë kështu. Nuk guxon. A di pse s'guxon? Zguxova me hinë muhabet se e pash të fol ishte kon ai shumë i dishëm, ai kish pas knu, shumë i shkon i knushëm. Ai shumë i knushëm, ti s'guxon mu lajmëru se si je i knushëm, për qatë. Nuk guxon me bisedu se janë ash një zote nuk janë di. Nuk guxon me hinë tem se ai më tha muë, qish pa ta thonë një armotin xhami, ai më pyti muë në kopej, kur ka le Muhamedi Juv. Ai mes pari sa jone, ash i kejve. Se dishna. A më veti hoxho, nuk e dishna. A e kish ditaj. A më tha në vitin 571, a be për një me? Po, ashtë për një me, në vitin 571 ka lind. A e kish ditaj, a i knushëm. Për që ta zgudzon mu lejmëru. Zgudzon me bozose, kur, as një herë hiq, as një libër, as një ilmihal, as një historia, as një kuran, as një përkëthim, as një koment, as një sen. Me të ngume. Ashtë sa ka met plunit prej plunit të regimit, atë që ka met prej plunit nasihatit të kursijës gjamiës, kja pak gjemotin dërshëm. U duni me ble libra, u duni me u ledzu, u duni me u informu. Tash po ja kini lakmiju ative a gje po thoni kur po vini këtu, dhe ne i kemi pa me si, i kemi përjetu moti. Gjermani të hushmi të vagonë në zërë një liber piqante dhe ledzon. Tu prit stacionin në zërë një liber piqante, stacion të autobusit ledzon. Kur të rinë poshim ledzon, kur dalen pauz, ledzon. Vësh ledzojnë i qpanal. E po ti pëse s'po ledzon, as po ki pauza. Ti asën, ata gjojnë në një pauz. Pim si firë, të rindrek. Kejt pauz. Pauza ma pauz. Ku me lezu? Mazdarke. Pauza ma muhabet, panal. Të në drejt në pauz. Prej pauze e në pauz. Pa kështu s'din, pra kështu s'gudzon mu lejmru. O i nderuar i gjemat fresko, o i nderuar i gjemat, këthau të ajo që duhet, se ti sjeki fotografia jote është pak ma qeter. Walahu dinu wasiba, tha për shteti jam ashtë në qiejt edhe në tokë. Dini jam ashtë wasib. Wasib do me thonë i përhershëm, i përgjithmonshëm. Islami është dini Allahut i përgjithmonshëm. Kohën e Ademit e derit frije surit ditën here. Edhe masit frije për zdit është dini Allahut Islami. Nuk ka njof kur që tërfeaj. Allahu nuk ka njof që tërfej. Shpesh here për i cekimi disa gjonat, deri sa njerëzit po mendojnë se këtë derë se kemi ngu prej hoxhës. Para ditrinatve ngub, jo i nderuar i gjemot. A i para ditrinatve ka qenë ka ajeti 14, po kja është ajeti 50 dit ashtë që po spjegojmë na. Pra hapi sit edhe hapi vesht mirë. Allahu nuk ka pranu as njëherë din qetër veç islamit. As në kohën e Isës, as të Ibrahimit, as Musës, as Harunit, e me radhë kështu. Pse? Pse s'ka pranu? Duhet t'i bojmë gjonat në formën e elaborimit, ta dim çka po bojmë. Allahu nëse sjell një fe prej qiellit edhe e ka emnin jehudizëm, e pastaj mas 3 shekujve sjell një fe tjetër e ka emnin krishterizëm, e pastaj sjell një fe prej qiellit e ka emnin islam, atëherë ai drejt për drejt i lun me rob të vet. Atëherë drejt për drejt ai ban hajgare me njerëzien. Atëherë te dera e xhennetit takohen 3 fe. E 3 fe me një xhennet nuk munden. Atëherë ditën e kiametit vjen një jehudi i cili ka njoft Uzeirin gjali Allahut, wa qalat al yahudu Uzeirun ibn Allah. Kan thon jehudit Uzeiri është gjali Allahut. Wa qalat an nasara al masih ibn Allah. Krishterët thojnë Isa alayhis salam është gjali Allahut. Edhe ai që njeh Uzeirin gjali Allahut, edhe ai që njeh Isën gjali Allahut, edhe ai që njeh Allahun pushtet mbajt si absolut një, si shoqi i muslimonit, takohen këto të dera xhennetit bashkë me himrena. Shka pas ka pas dalim pra qish ke besu në këtë botë? Pas ka pas asni dalim, qish dush beso të dera xhennetit takohesh? Jo, punët nuk janë kështu. Punët janë krejtësisht ndryshe. Allahu për dine ka njoft islamin edhe e ka zbrit prej Ademit. I ka njoft besimtar të shëndosh që hinë xhennet vetëm muslimanët. Krishterizmi është devijim, jahudizmi është devijim, brahmanizmi është devijim, zejdizmi është devijim, budizmi është devijim, behaizmi është devijim, kadjanizmi është devijim, ismailizmi është devijim, shiizmi është devijim. Këto shkajce ka unë do fe, kanë do sekte. Edhe neve,
po na I shesin një fesode të pugachave do njerëz, kur po na folin për gazetën apo për televizore, po thojnë ato. Na I takojmë konfesionit islam. Unë kisha dëshirën që I këto njerëz në fjallorët e gjuhave në botë të korrigjohen kur ta përdorin konfesion. Se fjala konfesion nuk do me thonë din. Na jemi në dinin islam. Fjala konfesion do me thonë mezheb. Fjala konfesion do me thonë sekt. A nas jemi në sekt. Dini jo nuk ka sekt. Aja është burim. Aja është rënj. Nuk jemi sekt, na nuk jemi mezheb. Na jemi në mezhebin e ahli sunnetit, po. Na jemi në mezhebin e Ebu Hanifës, po nuk jemi konfesion islam na. Na jemi në dinin islam. E pse po e përdorin këto mjeshtri të fjalës së smuar, këtë fjalë konfesion, po e përdorin se kështu. Po na konsiderojnë neve pra, po I konsiderojnë fetë e vërteta. Krishterizmi është konfesion. Islami është konfesion. Jehudit janë konfesion. E zbashku kjo e ka emnin fe, pra me një vend takomi të mirë të hinë gjennet. Takomi në të hanën sabale takomi. Jo, unë kam dëshirën që këto njerës të korrigjohen. Këto që I shkrujnë se na nuk jemi të konfesionit islam, na jemi dinit islam. Sekta e jone ka emnin, konfesioni e ka emnin Ebu Hanife, konfesioni landën e besimit e ka emnin konfesioni e ahli sunnetit, kurse na jemi në dinin islam. Edhe ai I vetmi din është I pranuar të Allahu, edhe ai nuk pranon tjetër. Ka thonë: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, falan yuqbala minhu." Kush ban një din edhe I shkon mrapa jashtë islamit, nuk e pranoj prej atij. Jo prej Muhamedit e këndej nuk e pranoj, kurse kam pranu. Wa lahu ad-dinu wasiba afa ghayra Allahi tattaqun. Është dini islami përhershëm I pranuar të Allahu xhalla xhelalu. A mos po I shkoni tha Allahu në Kurani Kerim dëni fest tjetër? A mos po I keni frikë dëni Allahu tjetër? Mos po u bani të devotshëm para një Zotit veç Allahu xhalla xhelaluhu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ja sqarojmë tha argumentet e tona në Allahu xhalla xhelaluhu. Fa ma bikum min ni'matin fa min Allah. O njeri I mençur, o që ti të kam dhuruar instrumentin më të bukur me të cilin dallova nga krijesat tjera, ajo është mendja. Zotnat që po I njihni tjerët, apo ju japin me hongër? Zotnat tjerë që po I njihni veç Allahut, o ju që Uzeirin pe I njihni të birin e Allahut xhalla xhelaluhu, ju jahudët, apo ju ushqen Uzeiri ka vdek që 1000 vite, apo ju jap me hongër aja? O ju që pe njihni Isën gjali e Allahut, apo ndihmon ai dëni punë më është ngritur sa është me juve? Çka po bani? Kush po ju fornizon? Kush po ju jap me hongër? Kush po javë agreson motin? Kush po javë zbut motin? Kush ju çoj juve bor? Kush ju çoj juve shi? Kush po javë ban juve natën erë për me flet? Kush po javë ban ditën dritë për punë? Kush po javë vën juve rregullin? Kush po ju rrit juve? Kush po ju shen juve? Kush po ju jap juve? Kush po javë bin juve bereqetet? Kush po javë pjek juve ato? Kush I bani det në qiut në lëndroni mbi to? Kush e bani ajrin qiut në tonin ajr? Kush e bani dritën e diellit? Kush e bani honën? Kush I bani elementin e zbaticave detare? Than Kurani Kerim: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Të mirat që po I hani edhe po I shfrytëzoni s'janë taskuj tjetër kuj, veç Allahu xhalla xhelaluhu një. E pse po besoni kësi besime? Pse po besoni si mundet? Por atë një poet islam ishte hoxh, ishte dietar I madh në lidhje me fen krishtere. Ai tha: "Ajaban lil Masih bayna an-Nasara sallamuhu ila al-yahud fa qalu innahum ba'da qatlihi salabuhu fa idha kana bima yaquluna haqqan fas'aluhum ayna kana abuhu." Tha çudi e madhe me çështjen e Isa alayhis salamit. Çudi e madhe tha mes krishterëve dhe jehudëve. Thojnë ato se ja pas kanë ndërzu jahudëve e pas kanë mit. Thaj, e pas kanë mit jahudët. Kështu besohet se jahudët e kanë ngunju Isa alayhis salamin. Ai dietari islam pyti. Tha nëse është e vërtetë se ju krishterët e besoni Isën djali I Zotit. Atëherë jahudë ja pas kanë ndërzu jahudëve dhe jahudët e pas kanë mit. Në rregull. A ban na muslimanët me bëj një pyetje? E kë e pata ja ditë babën? Masi që janë ka kështu pra, Isa gjali Zotit hasha lillahi ta'ala, jahudit e pas kanë mit, e kur e kanë mit jahudit, se baba I vetë si ka dalë këti në kra pra.
Ai neve kush për në nguz dikush cullin, nuk jemi na këtë njajt, po parafërsisht në akcent pak, kanari dikush e ka kanarin qiki, dikush e ka kanarin 25 kg, dikush e ka vak shleperi. Ja kishin nguz fëmijën dimi belaja është gati me t'i bo, pat pyt, se kush i pat fajt, kështu, me fjalë pra, na i dhrohemi mirë për fëmijët e tonë me në nguz dikush, edhe fëmijëve tonë ju dalmin kra. E ki pse si dul baba i vetë në kra këtia dit pra, që ani qfar babe? Baba jot, qfar babe baba jot? Mere vesh, tek në fes me baston ka dal me këshir gjallin kush për anguz. A i vetë atura, ka dal me mbrojt gjallin për i delin kra. A isa, për e mit kën jahudit, Allahun bab, pse si ka dal në kra një qfar babe? Qfar babe? Pat i nderuar i gjemat, se sa kjo qeshtja sa shë regull? Me di fjalë kjo krijet, ne jemi të qartë, ne i kemi argumentet e qarta, ne kur të flasim me argumente s'lan ma, që ka me thonë mas për të menqur. Fama bikum min ni'metin fe min Allah, thumma idha messekumul darru, fe i lejhi të gjarun. Tha, kur për ju preke keqja, të kush po këthani? Pytje kuranore gjëmatin dërshëm, kur për ju preke keqja, të kush po këthani? Kur po murmuron pra, Bože. Kur po bëhat keq. Në momentin e zerzeles, në momentin e dridhjes tokës, në momentin e erdbebën, ato ta qejit, ta gjithë. Oh, mein Gott. Qka u bëhë kështu? Në momentin e smundjes, o Zot, në momentin e detit, fa idha vrakibu fil bahri, da'u Allaha mukhlisina lahu ddin, tha kur po hipin në nije, sa mirë, e po i merë dalga para veti, faqarejnë bihim birihin tajiba, tha në për ernat e buta, të më falni, në për ernat e buta të fresk të mbidet verës, tha po halitën, e po dalin në qardaku në anijes, e po gjveshën a gjep, e po bojnë loj lajka në lojnat pushimore të verës, tha hatta idha gjatuhum asifatun min emri rabbihim, e pastaj kur të vjen frima o të trenon detin, të ngrejnë për pjetë ata, harrojnë me i gjetë majicat se ku i kanë, shkojnë futën në podrumin e anijes, se nalë vjellin më njëherë ato, edhe thojnë pastaj, thojnë ato, o Zot, nëse ti nuk na shpëton neve, nuk ka kush me na shpëtu, e pse këtu Allahun gjelle gjelaluhu? Tha, të rikur kështu, hatta idha në gjau, tha falamma në gjau ila lbarri, idha hum ju shrikun, tha kur për dela një janë thatë, për zbutim dalgën për e qëtësujmë detin, për dela një janë thatë, e pastaj këto për janisin tekrar me i njoftë ma shumë se një Zot. Këto tekrar përshkojnë komuneve për ju binë, dhët, ti pse me si rave komuneve në nije? Pse si rave komuneve në nije? Pse në nije lipshe prej që tërkuj, ta është i drejt të komunët? O vlau jam i dashur, o i ri i dashur, Allahu gjelle gjelaluhu o gjelle shanuhu, tha këto janë ato shka Boshnjaku ju thot në gjuhën boshnjakishte, na i lice merë një ludi, këto janë ato që kanë ma shumë se njiftir, këto janë ato që shofin para dhe mrapa, këto janë tatli, nuk njofin Zot këto, por në thera kur të bine gjojnë Allahun gjelle gjelaluhu. Na muslimanët e njofim Allahun gjelle gjelaluhu edhe në ara, edhe në sheqer para, në të di anë e njofim një Zot, për shkak se jemi të sinqertë se ashtu është. Kanë dhe një fli kur të binin zorë, kanë dhe lip një kur të smuni. Neve në kanë eduku kështu kjo fe e dashur. Ka thonë musliman i mirë, ku i në gjanë mas shumëti? I miri, a i që ashtë i pastër mrenda. Ka thonë i në gjanë një fmiut 4 vjeqar, një fmiut 5 vjeqar. Kështu është islami i pastër. Pse shka ka kjo lidhe me ta? Ka thonë e merë nëna ata për një gabime dhe e re mirë atë 5 vjeqarin. Ajo i besa me mujtë, ajo ku non, bre. Pikuj për adajakën? Prej nonës. Të shka për e therë tash? Po e therë atë që dajakin është e hongër për asaj. Non e rehoj non. Ti dush me therë një qeter? Ka thëmë kështu e ka robi musliman i pastën në ndjenjat edhe besimin e ati.
Allahu Gjelle Gjelaluhu i zbret ati një dam prej damave në fuqinë e ati, a i thot, o Zot, mbrohem me tije pi tije. Kështu e ka rendin. Kjo mbrohem prej tije me tije. Se ku ki me shku, nderën e kuj që tërë kuj ki me shku. Thumma idha kashafat durra ankum, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, e kur jav hekit keqen, i heki mjegullat, e baj dil, e zbrasa njën në breg, s'ka problem, e heki smundjen, e pastaj e heki varfërien, pra jeni të smut, kalonin shëndet, jeni të varfër, kalonin pasuni, jeni të burgosun, dilnin drit, jeni në spital, vini në shtëpi, jeni në robni, dilnin liri, kejt këto ju ndodhin juve, kejt këto ju ndodhin. Tha idha fariqum minhum yushrikun, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, një grupe njerëzve pastaj kur dalin drit për e arsinës, prap ato më harrojnë muë. Imami Shafiun radiallahu anhu e pyti një njeri, tha, prej jo muslimanve, kjo ka ndodhur në Bagdad për shkak se Imami Shafiu ende nuk ishte i transmetuar në Egjipt në këtë kohë kur ju ka bë kjo pyetje. I tha një prift protestant, tha, o ti që po të thojnë muslimanat imam, tha, urno, të pyethu muslimanëve, unë e kam pa Allahun Gjelle Gjelalu, tha, ki pa me të vërtet? Tha, po, tha, e kam pa me të vërtet, tha. Tha, le që unë e kam pa. Tha, po, e ki pa dhe ti, tha. Jo, tha, unë se kam pa, tha, Allahun asnjëherë. Jo, tha, e ke pa, tha, kur të pyes unë tash, tha, ta gjej vendin ku e ke pa. Tha, ku e kam pa? A ke hip në deti dhe njëherë? Tha, kam hip shumë herë. Tha, atë ka përla dalga e detit? Tha, po, çka bajnë që, tha? Tha, lipsh në shpëtim, prej kuj? Tha, prej Zotit. A gjete? Tha, u ngatru kejt. Tha, pastaj kër u ngatru, tha, a lipen dijem për mjani qetrit? Jo, tha, se lip shmi se kejt ish zanëm me diçka. Tha, qa ti janë shaj? Qa janë, tha, ti qka lipshe prej ati, e s'kishe mundësi me lip prej këti qetrit. Tha, e pse kur po del në tokë pra për e njef këtë qetrin? Tha, kështu duesh me jetu, edhe ti ke pa Allahun, po s'me pranon, kështu duesh me jetu, tha, e unë jam Imami Shafiu, tha, në tokë, si ti atje ndeti, tha, gjithmonë jam stabil, gjithmonë lipi prej ati Allahut që s'ka qetër. Tha, jo, çka po bani ju? Ju, tha, po i bani, po e njifni Zotin, e po lipni prej ati drunit poshtë. Kështu mushrikët e Mekkës, lipshin prej ati drunit ndihem. Tha, pse po ju bani sejdë rasave? Tha, wama na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Tha, këto se kemi na me këto, po ju bojmë një lutje këtive që të na afrojnë të ai i madhi. Kjo drasa i huni, i bom me spat i dhenëm, kjo të afron të Allah i madh. Logjike mikt, logjike kalpt. A ban me pyet tash ku janë ato hujtë ative, që shkojmë t'ju lutmi? A dhe kjo nga besima, ja Islami si ka punë të qarta, ka thonë jo, si që tash këtë, ahjaun, emuatun nga iro ahjatha, kanë vdek ato hujtë e mushrikëve të Mekkës ju bëjshin ibadet, ka të ndihmojnë tash ato, as vetën atëhere, as shti. Për ata Musab ibn Umejri, a i që ishte në Islam, sahabi i pejgamberit, ishte shumë i logjikshëm, nonës edhe babës vetë, kur deshti me javë bo me dije se këto putat nuk në ndihmojnë gjo, a e kishte një në setëll edhe lishojnë tokë. E lishojnë tokë u bo cop sa u mërzit nëna dhe baba. U mërzit nëna ati, tha, Zoti të thi prej dore, do të në gjenë dishka. A i bani ata me qëllim, i tha nënës vetë, oj nëna jeme, me konë që prej këti ka dobi edhe dam, ki e mbron vetën se le mu thi. Si tjetë ki Zot, e mbron vetën se le mu thi. Me këta ja bani me dije, edhe ja bani të mund shumë rotullimin për 380 shkallë, deri sa ajo në atë moment e pranon Islamin, tha, o birë, pas kam qenë gabim, tha. Ishte Musabi shumë i logjikshëm, ishte shumë i qartë, tha, me konë Zot ki nuk e len vetën mu thi kështu. Pra, me një fjalë, me një fjali rotullon cëla një bot, silët cëla një bot rreth së vërtetës. Imam Shafiut i tha një prift qetër, me një rast qetër krejtësisht janë shenu gjonat këtë në për libra. Tha, ja imam, tha, ti po ju thu njerëzve se e ke pa Zotin, kë e ke pa, tha, po e kam pa, tha, në fletën e monit. Kështu tha,
E kam pa në fletën e monit, tha. Monet duda që i hamna. Tha, qka lipa tja, i tha, e han delja, pim tamël, tha, prej delës. Prej fletës monit, tha, e han delja, pim tamël, tha na. Tha, e han krimi mundafshit, nëzeri mundafsh prej ati. Qatë fletë moni? Tha, e han dreni, nëzeri misk, prej qasaj fletës monit. Tha, qatë e kam pa Allahun xhelle xhelaluhu. E han delja ata, mjelim tamël prej asaj. Tha, e han krimi mundafshit, nëzeri mundafsh prej fletës monit. E pastaj e han dreni, gazali, kaprulli, e han, tha, edhe na nëzeri misk prej kryes ati. Krija kaprulli ta me misk mrena. Nëzeri misk prej ati, tha. Ajo flet, e njajti shije, e njajta ngjyrë, edhe e njajti ujë, e njajti shijim. Tha, këtu tha e kam pa Allahun xhelle xhelaluhu. Pse po i bojnë këto njerëz të punë, pra, mas këtive argumenteve, pse po vazhdojnë, tash e ka rendin me pyet, mas këtive argumenteve, pse po vazhdojnë njerëzit keq, pra, Allahun Kurani Kerim në ajetin 55, a shpreh qartë pse po vazhdojnë, tha li yakfuru bima atejnahum, fatamatta'u, fasawfa ta'lamun, tha, me qëllim që të bojnë kufër, mos ta njohin Allahun xhelle xhelaluhu, edhe tha, knaqnu, mushrikinve, tha, knaqnu, jetonin jetën e juaj, jetonin në bazenat dhe luginat e knasive të kësaj bote. Tha, fasawfa ta'lamun, një ditë për ditëve qartazi do ta dini se çka ka me ndodh me ju. Waj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma Waj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqahum. Mushrikët e Mekkës i bajshin do punë me të vërtetë si ishin të hishme. Allahu i laçin ative punëve e zbritin Kurani Kerim. Thojshin ato, qiket kafsh, që shto thojshin, qiket kafsh, s'po e hipim, po e bojmë na haram me hip në shpinë të asaj. Thojshin ato, qiket qetrën pra, s'po e presmi, s'po ja ham mishin sa haram. E pse s'po ja hani mishin asaj që Muhamedi po thot halala? Thojshin, qiket mish, qisaj kafshe, po ja lëm putit të haje. A qisaj kafshe, po e presmi, po e ham na. Qiket kafsh për ndet këti putit, s'po e hipmi në shpinë me shku me një vend. Këtë po e hipmi pra, që këtë kafsh nuk të ngarkojmë, këtë qetrën po e ngarkojmë. E konsiderojshin rëzk me i qu putit. E zgjidhe një problem tash, më në mendoj se kohën e kemë, e zgjidhe një problem, se edhe sot do ju qojnë me hangër dove. Ju qojnë me hangër masit vdeset e vorrat, mulla, speca, dardha, torte. Zara tortën ja qojmë pëse but ju ka radhë hëmë të ative. Me hëngër dishka të but. Kjo nuk është e re. Kjo është e vjetër, kur gjatë re s'ka. Kejtë burimet i kanë herët. Tha, ketë mish këti putit. Allahu xhelle xhelalu në Kurani Kerim tha, tallahi, kjo është bi. Tha, tallahi le tus'alunna amma kuntum ta'malun. Tha, për këta kam me ju pyt. Allahu ka bo bene emnin e vetë. Tha, pasha emnin tem, për këta kam me ju pyt se ju dekmit për i qoni me hangër. Kam me ju pyt, a i qoni dekmit me hangër? E ta shtin dhe gjëm la i dashur pra. Kur të vjene fjala, pse behosh gjithë kjo dije, e gjithë kjo shkenc, e gjithë kjo ilëm, e gjithë kjo saltanat, e pse brenda masin fene vërtet, pse edhe këto qërës më vinë, pse këto asme din se i dek misha, po në ta din, kush për i ma? Kush për i ma mës me dit se i dek misha? Po hajde tash, e di shka në me thonë besim, ngunjohësh me një vend edhe jetë si mës të ketë kush me të nëzirë, edhe si mos të kontribojsh ti me dalë. Se për me unëzirë nuk është kusht me të nëzirë vetëm, është kusht edhe ti me kontribu me dalë. Ato që dojnë me nëzirë njerëzit, e vetë nuk kontribojnë me dalë, ato jesin, ja për shembull. E ke një pus 3 metre të fellë, 1 metre e gjimës, 2 metre. Edhe njeni të kara prej familjes, ti zgatesh me adhon dorën ati. A bana i mëra me fletë? Ti ashlën tërkuzën ati, a i tamam kur të bere tërkuza në fundëpënorit, a i janis me korat. Që kja del? Kis del? Pra pse s'po dalin qëtë prej feve të pavërteta në këtë fe? Unë për javë zgati tërkuzën, unë për javë shloj litarin në pusative, pa i po ben me flet, a i s'po kapot për litari. E kush i ka fajet tash? I ka fajet a i që po e nëzër, a i që s'po do me dal. A i që s'po do me dal i ka fajet. E ka pëlqi a i gjumin, e ka pëlqi me nejt në pus a i.
dekmit me hangër. Puti i ndërtum, idol, i ndërtum prej drasës, prej gurit, mishin e devës, ajnë të haja se ne kemi haram. Na përja bojmë vetë vetës haram. Wallahi, tallahi, le tus'elun amma kuntum tefterun. Tha Allahu Gjelle Gjelle. Këto biftone që po më ngjit një muë, tha për këto në pasha emnin edhe madhnien, ti me tha keni mu pyt. Vejalun e lillahi l-banat. Bajshin edhe krimet qera. Thojshin mushrik të Mekkës me lajket hape veshin se sa mundet me deviju njeriu. Thojshin mushrik të Mekkës me lajket janë qikat e Allahut, qikat e Zotit. Hasha lillahi ta'ala. Thojshin me lajket janë qika Zotit. E tash djemt kune janë pra? Thojshin djemt janë tënd, qikat të Allahut. Po janë ishin pite me lajket, për me arsjetu, një qëtër sen, ato e dishin se me lajket nuk janë qikat e Allahut. Po do ishin ato me dalë prej një krize që ishin të fundosur në te. Në cëllën kriz ishin të fundosur? Ishin të fundosur në krizën se Allahun Kurani Kerim tha, ata që po kanë qef me nalë për veti si gjemt, po thojnë këto janë tonë. Ato që s'po i dojnë, po thojnë janë të Allahut. Po kështu, jo qikat e tona janë të Allahut, po me lajket janë të Allahut, e pastaj një problem qëtëre, kimi që të ta spjegon ajeti i fundin dërsin e sotit. Cëllë janë asha i problem? Tha, idha bushira ahaduhum bil untha, dhalle wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kur u lajmëro ke njoni prej ative, nga i lajmëruesi se, o ti, Allahu ta ka fal një qik. Tha, dhalle wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Tha, unë zike ftyra ati prej mërzijës pse qik, edhe u ngarkoke me idhnimin, kulminacionin, kulmin e idhnimit më të lartë, pse qik i ka falë Zoti Gjelle Gjelaluhu. U idhnashin, pse qik. E thata, e tash, jetawara ma bushire bihi. Tha, shefshin masi ju vike lajmi se qik i ka falë Zoti, sheshin për njerëzve, nuk dilshin me gjlise me nejt me njerëzit mushrikët e Mekkës, se do t'i thoj ti e qik, ti qik ti. E po mirë dhe qik pra, ka pun, qfar pun e ka? Kur të bojmë luft në me atë fisin qeter, qikat zien jesir, e kur ti morin qikat e tone jesir, ti kur të kurit është tëne? E shka me bo tash pra, du të me bo di shka? Janë zi prej asaj që e ndishin vetën se u kuritën, pse qik? Mirë bol. Sheshin për njerëzve, pse ju vike marre, pse qik? Mirë bol. U krenoshin pse gjallë, mirë bol. E pse u mërzitëshin pse qik? Kur të rritët kjo, ta more filoni këta, e filoni të mbot më dhonë dhe kur të mvene, aju në t'i rinë kamar ti, E shka mi bo pra? Tha jetawara min as-su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi at-turab. Tha nishin me ba plan më një herë. Ata ruaj këta ngadal të arriti të bajnë njeri, apo të fundosin në dhe të gjallë. Kur i bajnë ke 6 vjet, i thëj ke nënës vet, shoqës, veshe këta me treja se po e qoj të dajt, i trautojshin gratë. E pasta i mirshin qikat jashtë të qitetit, ja u banjshin gropën zalë, edhe i fundoshin, i mlojshin me dhe, i lishin të vdekora në dhe gjahilat, se ju vike i natit se Allah ju ka falë qik, e nishin vetën poshtë në këtë rast. Allahun Kurani Kerim tha, wa i dhel me u udet u suilet, bi eji dhembin kutilet, unë këtë të varosmën në tokë këtë 6 vjeqarën, ditën e gjikimit do të këtë gjikim të posaqën për këtë, do të pista. E shfar gjunahi pa të bot ti që qtini baba jëtë në tëgë. Erë një njeri pasi që ka pat kalun islami, tha Rasullullah a.s. Tha, ja Rasulallah, për as një sen, tha, në gjahilije para se të kalojnë islam, së më ka met me rak, tha. Tha, më ka met vetëm një gjonë me rak, tha. Tha, qikën teme, tha, kur e varosat gjallë, tha, më ka met me rak. Edhe ja spjegojnë gjarën Muhammed Mustafa Asmeren. Tha, i thash gruës veshe se po e qoj të nona jote. Do me thonë të gjishja po e qoj. Tha, ndalmit prej qitetit me një vend të caktuar, ish një pus i thell ati. Janë gjita për floka saj, e veshën mirë, edhe dasht ati abzor.
mudhim të ajo e tërheka. Tha për zdit u tuta që po koritëm para popullit arab. Tha deshtat e abzor për strat. Prap më hini rënqeftja e mrëndshme e njerëzimit edhe dhimjes bab e tërheqa shejtonim. Tha qështu koritën burrat. Tha dhe i dhash zor për një me. I dhash zor në pus fel, pus bunor. I dhash zor në pus fel, tha. Nejta të buza e pusit, deri në frimën e fundit, edhe fjallën e fundit të asaj të thonë, o bab, e tralltove besën e nonës. Me këto fjallë tha ajo mbyllë edhe shterri, unë rish në pusta, kjo më ka met, ja Rasulullah pik. Tha Rasulullah i këti, o ti, me qenë sa Allah më ka leju me i denu njerëzit për punët që i kanë bë para se të kalojnë në islam, në numri një kishe me qenë. Walakin në l'islama yajdhubu ma qablahu. Po islami këtë gabimet që i ke bë për para me të kaluarit në te i fshin. Kja është faqe e re jetës tënde. Kja është faqe e re jetës tënde. S'ke gjuna për ata. Allahu atë fut në gjennet edhe tije masi je musliman, se me pas qenë e lejuar me i denu njerëzit për veprat para islamike në numri një ti ke qenë. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما من سوء ما بشر به. Tha shafshin mas njerëzve se çiki ka falë Allahu xhalla xhelaluhu. Marë. Në islam, tash ti kjo në gjahilije kjo punë. Në islam, a ka met dhe një tro prej kësaj? Ka met. Të ne muslimanët ka met. Na dim edhe na dim njerëz që kur ti falë Allahu një çik, pak një kaqore, ato pak një kaqore e rrudhin hunën. Ja fshaf ative deshte një dimrola. Shumë gabojnë këto njerëz. Shumë gabojnë këto njerëz. Se Rasulullah i ka thonë me një hadis, kujnë ja ka thonë Allahu diqika. Kështu ka thonë, kujnë ja ka thonë Allahu diqika, fa ahsana adabahuma fa rabbahuma. Fa përsos edukatën e ative dijave, edhe i rrit ato, i qënë me edukat të dera ati njeriut. Tha Rasulullah s.a.s. Qajo nona edhe qaj baba me mu e qështu në gjennet janë, si këto digishtat. Tha baba edhe nona e ative qikave, si këto digishtat që janë me njani qetrin, kështu i tha janë me mu e në gjennet. E ke ndërmen në islam se shka kasha s'ka. Pastaj tha femnat janë burim jete. E më në fund shka tha islami për ato? Islami për ato tha, gruja është gjisme e burrit. Një femën këtë botë në islam është gjimë se ati që janë shmashkull. Pra islami aq nalë të ka rritë procesin e ative. Ka thonë Kurani Kerim, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, hunne libasun lekum wa antum libasun lehun. Tha ju jeni pijam për ta, ata janë pijam për ju. Tha askinuhunne min hajthu sakantum min vujdikum. Banoni me ta, mirnin banim me ju, kut banoni ju. Kur shkonin rrugë mirni me veti. Kur shkonin rrugë mirni me veti, mos ilin ngrit një ata se janë për t'i ngrit. Ato janë për t'i ngrit. Allahu Gjelle Gjelaluhu vuni sistemin e qartë në botë. E jo, qik, mrëlt, gjall, gzim. Po mirë pra, për fund që po e mbyllim në desin e sodit. Pse islami pra ka thonë që për qik një kurban kur t'linde për gjem di? A pi daloj ka i pra? Kjo sa është dalim? Kjo nuk është dalim, pse për qik një kurban për gjemdi. Kjo është drejtësi. Kjo është drejtësi. E për si bëhet drejtësi për njëri një për qetrin di. Kjo është drejtësi. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë në Kurani Kerim, li dhekere mithlu hadhil unthejejn, për gjemt di fish sa merë një qik. Edhe gjinin, edhe tamlin e gjinit, djali e ka matron. A e grua që i ka binok, djali i kur thithë tamlin e ka matron. A e grue që i ka gjallë, tamlin e ka dhe njëherë matron se tamli qikës. Në filgjona me i mot ato del kjo pun me gdan se ashe vërtet. Me i mot në vaktarit, tamli i gjallit edhe njëherë vjen maran. Se Allahu i ka dhona ti difish. Po pra, a peshaf pa drejtësi, runa zot me i thonë Kurani Kerimit pa drejtësi. Po mësë që dit, Allahu dhe pasunin kur ta dajet babës, gjalli merë 50, di qika ka 25, morin 50 ato.
Ka thonë, po pse këto ka 25? Ka thonë se këto ka 25 i kanë të burri, kur datë mirasi. Pra e bojnë 50 me 50. Kështu janë gjonat. Nuk ka në islam pa drejtësi, nuk ka në islam zullum, nuk ka në islam gjon pa hije. Allahun xhelle xhelalu elusim që neve ne mundson t'i dim prej Kurani Kerimit gjonat që nuk i dim. Edhe të ne mundson që neve të na mtekën gjonat që i kemi ditë dhe i kemi harru. Ramazanin kabull inshallah të smuar të shëroft Zoti, të burgosur të liroft Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu, në veçantit popullit ton gjem që janë në burg, u lirofshin sonte e nesër inshallah taala. Populli jonë atje ku ashtu vujt në ato skeje, vujtjet Allahu xhelle xhelalu tative i baft ma pak e terin hiç inshallah taala. Me kaq nesër takohemi prapë pas ikindie. Lillahi al-Fatiha.